Greqi. Po Turqia jep, po Italia jep, e Dirama me do se jemi në nivellit tia, kur ne kemi mbaruar shkollë, akademira, dhe i dim zhvillimet ndërkombëtare më të shkëlqyer. Këto janë drama shqiptare që s'paku do të vërë hekurat, si tradhtar të kombit. Prandaj rinia vërtet tradhtar, largohu. Unë, kur botova shkrimin e sotëm, hapja fjalorin në shqip, në anglisht, në turqisht dhe italisht, dhe pash për kufizimin, kush quhet tradhtar? Shikoj me vëmendje. Masi bëra kufizimin kush quhet tradhtar, dhash faktet e poshtme. Nuk them unë, thon faktet, zhvillimet, ngjarjet, rezultatet, dhe Dirama të largohet se po e çon Shqipërinë në luftë civile të 97-s. Largohu e Dirama se sa kemi borxh. Bollë ke sjell të Shqipërinë. Përzurë nga Shqipëria 2,1 banor. 1 milion flasin për bukë. Populli shqiptar është udhkryq. Largohu. Kolonel, keni qenë në protestë? Siç e dini, to që po bëhet sot u kam shtruar, kam botuar me kora. Se vetë arsimimi, kultura dhe tyra që më ka dhënë ky popull i nderuar shqiptar janë borxhli, dhe këtë moshë nuk të heq dorë nga siguria dhe ndërkombëtare. Unë natyrisht tek juve edhe 2-3 revizorët e kam shprehur këto i them sot, më butësisht, koha i vërtetoi tani kam pat shumë të drejtë. Por unë natyrisht që u alo të rinjve, brezit të ri, ne ti mbështesim të brezit të ri të shpëtoj Shqipërinë. Ju pyeta se keni qenë në një protestë më përpara vitin e kaluar. Prandaj mora shkatës. Ajo nuk ishte protestë, nuk isha pjesë e proteste. Unë vajta dhe shfryzova një protestë dhe fola si drejtori i Institutit Politikave Kombëtare dhe u largova. Unë nuk bëhem pjesë e protestave në partijake në asnjë mënyrë dhe akoma me kujdes vinë konsultimet e unë. Unë nuk bëhem pjesë fizike e kësaj proteste madhështore kombëtare për çlimin e Shqipërisë. Kto që ne po diskutojmë. Po erdhi nevoja edhe jetën para kryeministrisë, nëse Rama do përdori tanket dhe kalashnikovët punesh. Kto që ne po diskutojmë sot, i nderuar kolonel, ju i keni thënë më shumë se gati një vit më parë kur ne kemi zhvilluar bisedën e parë, kështu që jeni koherent me këtë, prandaj sikur e thash edhe në hyrje, edhe komentet e mesazhet kanë qenë të shumta për qendrimin tuaj dhe pozitive, dhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Tani, po biseda sot ka të bëjë me përfundimin e këtyre zhvillimeve. Largohu Edi Rama. Unë e di që ti nuk largohesh dot se lë Serbia, nuk lë Izraeli dhe Sorosi, po do të rrëzojë Shqipëria. Largohu sa më shpejt mos shoh Shqipërinë në luftë civile. Nuk ta kemi borxh. Nuk je pronari jon. Je një kryeminist rastësor dhe i dim shumë mirë se si ke marrë 800.000 vota. Se përzure populli shqiptar nga Shqipëria. Ti je komplet i braktisur, se qyteti im ku kam lidhë në Vlorë, vetëm 8% e votave të dha kryetarët e bashkisë ke sot. Dhe dërgove emisare në Greqi për të shmangur revoltën e Zvërnesit. Nga ato veprime që bën ti me skenarët e tua, ka vdekur se ne dim shumë të tepër se ti. Se ti je një pa shkollë, je një piktor dështuar, nuk je diplomat, nuk je ekonomist, nuk je shkencëtar, nuk je ushtarak, je pa nivel, prandaj të menaxhoj të tjerat. Kolonel, të falenderoj shumë për bisedën dhe po besojmë te kjo që ju thoni që këtu nuk kanë dorë agjenturat e huaja si në 97-ën për. Nuk ka dorë. Ju lutemi shumë, të dashur popull im i dashur. Edi Ramën mos e besoni për asnjë gjë më tani. Po të kishe një gjë të tillë, unë ngrita Turqinë në këmbë takimin me Çilerin në 1997 kur trupat greke nga divizioni 8 i Aninës, 900 trupa me uniformë ushtarake hyrën në Shqipëri dhe takimin me të në orë 1 sa e bërë deklaratë krahuntim. Kush sulmon Shqipërinë, ka sulmuar Turqinë. Po t'ishte nevoja, do ngrihesha unë do sulmoja jo Greqinë. Ashtu si sulmoi Ivankën tani që do ta marrë Sazarineve. Nuk më duhet mua asnjë shtet dhe asnjë njeri përpara Adheut tim të dashur. Adheu babait. Të falenderoj shumë kolonel për gjitha mendimet që shpreh me publikun ton. Falenderoj juve.